U takova me zotin Thaçi një herë të dytë, përpara se sa filluan fushatat bombarduese, nëse nuk e kam gabim. You know, he was just one. Ai ishte një prej personave atje. Ishte personi me autoritet, ishte më i riu, ishte më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më mirë, i kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme, me çe kuptova unë ai jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë kurse fliste shumë gjermanisht, që ishte pak e vështirë që të komunikoni me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Pyetje. Ju në paragrafi 23 deklaratës tonë që ju arritet në përfundimi që nuk ishte komandanti ushtarak sepse ai nuk ju ndihmoi për të identifikuar objektiva dhe që nuk e kishte fare idenë ose kuptim bazik të operacioneve ushtarake apo jo. Përgjigjja është e saktë. Kur takova me të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, po nuk morëm asnjë ndihmë se nuk e kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Edhe unë i thash, çfarë po ndodh? Se problemi që kisha unë si komandant ishte që ne nuk kishim një forcë në teren, kështu që ne do të mbështeteshim vetëm thjesht në fushatat ajrore. Donim që të mos sulmonim objektivat civile, por donim vetëm thjesht që të ndërhynim në forcat ushtarake në teren. Dhe pyetja që i bëra unë është, ku janë ata, ku jeni ju, pra çfarë duhet të sulmojmë, cilat janë objektivat e mi. Ndërkohë, përgjigjja që mora prej tij ishte asgjë. Pyetja, faleminderit general. Në paragrafet 20 shqiptar e pranoi propozimin dhe serbët nuk e pranuan. Dhe kjo për ne ishte një pas për filluar diçka.